A janë të sigurta kriptovalutet? A janë të sigurta. E këtu tash interesant ka me konën mu lidhen me punën kur lindën, a kupton kriptovalut, prap ka me ardhen mu lidh këto. Se është interesant se këtë sistem të operimit SH256 dihet kush e ka themelu. Bitcoinin do me thonë e ka themelu Satoshi Nakamoto, por sistemin e ka themelu NSI. Do me thonë Agjencia Kombëtare për Siguri e Shëbas. Do me thonë një prej sistemeve më të avancume dhe më të sigurta në përpunimin e transaksioneve që lidhen, do me thonë këto minerat e BTC, se une ngërkoj ndjesë dhe prej ndëgjuzve, nuk jam shumë ekspert edhe janës teknike, a kupton? Une Ulvani, do me thonë e Kripto Alvenje njifet si analist teknik i grafikut e jo i teknologjisë. Por sa do kudo që kina disa njohuri, mirë është me ndo. Po, ish përndajna besoj me ndëgjusit në vazhdim. Dhe kjo është shumë tash interesant. A është Satoshi Nakamoto NSI? Do me thonë Agjencia për Siguri Publike e Shëbas, Agjencia Kombëtare për Siguri, apo tash Satoshi është qetër kush, NSI është qetër kush, Satoshi vetëm e ka përdor këtë zhvillim, do me thonë teknologjik të NSI-t, por të mirën, le të themi, të popullatës civile që në vazhdim kanë mi përdor kriptovalutat. A janë të sigurta? Kanë qenë të sigurta. Por tash ja kanë nis kërcënimet e para. Nuk po themi kërcënime që vërtet e kërcënojnë vazhdimsinë e Bitcoinit edhe botës së kriptovalutave, por jena të shku në hapat e para që ndoshta në të ardhmen, nëse kriptovalutat ose BTC-ja dhe mënyra e funksionimit të BTC-s nuk ban upgrades, do më thonë nuk ban ndryshime në sistemin operativ të arritë sigurinë e saj, ndoshta në vazhdim kina me pa kërcënime të mdoja. Cili është kërcënimi? Kërcënimi janë quantum computerat. Do më thonë para 3 dite na e patëm prezentimin e quantum chipit të ri nga Google. Ishte Willow chipi, i cili për dallim prej chipit që e patën në 2019 e kena një chip me qubit 2 fish më të fuqishëm, por nuk është vetëm kjo që është 2 fish më të fuqishëm, qubiti, se ishte nga 50, qipi i ri nga 105, edhe këtu ngërkoj ndjes, do më thonë që nuk dëhina me detaje me folë çka është qubiti, e se nuk jam ekspert i quantum teknologjisë. Qubit qipi i ri, jo vetëm se është 2 fish më i fuqishëm në qubit nga qipi i 2019 që e ka nxjerr Google, por në këtë rast edhe vetë çdo qubit është më i avancuar se sa ishte ai në 2019. Çka nën kuptojna me quantum teknologjinë? Me quantum teknologjinë nën kuptojna me këtë chipin aktual që e ka nxjerr Google me Willow chipin, nëse një kompjuterit superkompjuter, do më thonë, jo kompjuteri rëndom, folna superkompjuter, i duhet për diçka, le të themi, për, ose hajtë ta ndryshe ta themi, nëse qubit chipit i duhet ta zgjidhe një problem për 5 minuta, një superkompjuter ma i fuqishëm në botë, do më thonë, ma i fuqishëm në botë, duheshin 10 septilion vite. Septilioni janë 24-0. Do me thonë, nëse një kompjuter... Ma shumë se trilioni. Septilion. Trilioni shumë larkë është, a kupton këtu të septilioni, se septilioni i ka 24-0 i ka mbrapa. Do me thonë, nëse që ky quantum computer i Google-it me këtë chip, Willow chipin e ri, për 5 minuta ta zgjidhë një problem, a kupton, matematikor, ose çka do koft me pasfort me thy, ose ku e di çka qetër edhe, superkompjuterit më të mirë në botë kishin mju dasht 10 septilion vite. Dhe më thonë, qësoj dheqës edhe 24-0 në gjithja një masede. Haj kuku. Që tu tash është reziku, sepse quantum kompjuterat deri tash, ose quantum teknologjia deri tash ka qenë në fazën, me thonë, eksperimentale. Por, tash me Willow chipin, edhe pse 2019 në kina pas chip të Google-ës, quantum chip, por përsëri e kina konsideru se ina në fazë eksperimentale. Por me quantum chipin, ina të hi në fazën praktike. S'ka më eksperimentale. E tash këtu po lind ajo ideja se a janë të rrezikshëm
kriptovalutat nga kjo quantum teknologji, sepse na hasna në rastet e shumta që edhe tash, a kupton, te kriptovalutat kena që dikujt i vjedhen kriptovalutat, a kupton? Po dhe. Ama ato duhet një gabim nga ana jote me ndodh. A kupton? Ti duhesh me Jo aftësia e hajdutit. ti duhesh me nënshkru një kontrat, do më thonë fake kontrat, do më thonë me hi me një phishing site që i thojnë, me një faqe fake që është, që ti menon ajo është faqja legjite, që ti gjithmonë e viziton, edhe ati me shtyp diçka të gabume, që atina me i dhonë qasje në koletën tane, që ai me fillu ngadal me ti marë fondet. Por këtu po flasim për një sulm të jashtëm pa gabim tëndin personal, do më thonë, ai po të sulmon direkt. Që është shumë më rëndësi, do më thonë, a mundet dikush me na e vjedh paret digjitale? Nëse ti ban gabim, Nëse gabim ti ban. Nëse ti ban ban edhe me gabim, paret kështu, nëse ja ep kuletë. Shembull ka mënyra të ndryshme. Një prej mënyrave që ka qenë gjithmonë trending në vjedhjen e këtyneve fondeve digjitale ka qenë SIM swap-i. Do të thonë fillimisht personi duhet me pas njohuri për tije. Shembull e di sunullojnë, ja di sunulloj numrin, edhe shkon, i ban, do të thonë disa, me thonë dallavere te operatori, ja kupton? U amush aty në mendjen se ajo është sunulloj, ato ja japin numrin, thonë ju më ka hup numri, jo kështu, jo anë arsye të shumta, dhe ai vjen te numri jot, edhe pastaj këshir mi resetu senet, se ti gjithçka i ki ndoshta me numrin celular të lidh, ta kupton, emailin, andej këndej, ti reset pasportin që bot, pastaj futet edhe në për ato koletat kur ti ima ato fondet tuja të valutave digjitale. Kjo është për atyne klasike, ndërsa për atyne shka tash janë ma shumë janë që ty me bu një gabim me thonë të futesh në një website duke mendu se është website i legit, a kupton, çka ti gjithmonë e ki vizitu, sa ato shumë i afrojnë, do me thonë, me shkronjat, ju e dini një prej mashtrimeve më të mëdha, a kupton, me shkronjat në për website-at është me ajen, sepse aja ka dy mënyra që shkruhet. Aja e shkru njëjtë, shembull, le të themi si kolet e njohur është MetaMask. Ai ty ta shkruan shembull MetaMask, kur vjen te ajo aja në fund, MetaMask e ka ajën tjetër, ke përdor këtë njëta ka ndërtu një faqe, njëtë duket prej mrejna, ti menon se je duke e fut në koletën tonë dhe në momentin që ti ban access, connect, shkun fondet. A kupton? Ndërsa kjo me quantum teknologjin tash është diçka e re. Kjo i vjen faktikisht mos smulodh kin këtë aspekt, po direkt sulm i jashtëm. Po tash na e dina se njëherë për njëherë këtë teknologji e posedojnë vetëm brendet dhe kompanitë e mëdha. Domethënë jena duke fol për Google, jena duke fol për IBM, jena duke fol shembull që edhe Tesla po dëshiron me ndërtu një quantum computer. Domethënë nuk është një teknologji e cila është prezente në popullatën e rëndom. Faktikisht që nëse ti sulmohesh me quantum teknologji, ti njëherë për momentin e di kush është aktori i mundshëm. Ama na po flasna për të ardhmen. Kjo është vërtet një rrezik i cili kërcënon Bitcoinin, që pastaj mundet me qenë edhe faktor i rëndësishëm se a do të jetë Bitcoini pjesë e shoqërisë nëse arrin një rrezik kaq i madh prej quantum teknologjisë edhe. Se nëse unë e di se diçka nuk është e sigurt, a e përdori mo? Jo, nuk e përdori. Se përdor, po. Faktikisht do të jetë kërcënim drejt ekzistencës së Bitcoinit.